Deri në këto momente që po flasëm, kishim takim, ndamas në ndajti ministri, edhe nuk pranoj stafin e komunës me orë në takim. Vetëm neve shoqatat sindikaliste në morë, edhe shkum takim nuk morëm asë një përgjigje prej ministrit, asë një premtim prej ministrit nuk e morëm. Ministri nuk është detyrën time, e kem lutë, ndash thuj me gjuhën politike, ndash me gjuhën popullore, ndash me qëfar do lutje i kena bo, hajde qenë një ditare për me bo zgjidhen namën të qytetarët të Prishtinës. Ju lutna, thanë nuk ka mundësi me bo atë punë. Nuk e ka bo atë punë të ministri, na dërgoj prap të kryetari të e gjutë topin që kinse problemi që ndronë të kryetari. Kryetari është i gatshëm çdo kohë mu ballafaqu me ministrin, me neve bashkë, prezencë, se kur në fillim me në gjatë që shku, ata s'na pranu ballafaqimin, neve na munu me na i mush kupën e kokës, po se arritën do të me mushën, edhe tash, mbetet ju media të ndërume, me keqare, po më do të me thonë për qytetarët e Prishtinës që greva vazhdon nesër, edhe mundet më përshkallëzu në format ndryshme. Ju lutem t'jem korrekt, kompakt, kërkojmë ndjes për qytetarët e Prishtinës, faleminderit që tënë kohën keni prit edhe për juve media që na keni prit për këto informime. Janë informime gjysmake që s'kem arrit, do të me arrit marrëveshje për asnjë zan. Neve nuk kem mjete për me fillu nesër punën. Ju faleminderit këtë. Kem të ministri edhe përgjegjja e tij ishte në gjatë takimit, domethënë që ligjërisht nuk kem drejt mjete tjera me aloku për komunë. Ligjërisht. Dërsa kur vim tash të kryetari përparim Roma, decisivisht thëtë që ligjërisht ai ka pas gjithsesi drejt, duhet me aloku 35 milion të buxhet tyra vetanake për vitin 2025. Ndërsa për vitin 2024, bartja që do të bëhet është 28 milion që shkon përmes asamblesë komunale. Domthon 35 milion qofse i alokon për komunë, kryen obligime dhe na mundna me vazhdue me shërbime ndaj qytetarëve. Për ndryshe nuk ke mundësi. Këto ishin domthon reagimet e tyre. Takimet kanë qenë jashtëzakonisht gjata, të mundue me gjetë ndaj mundësie, përgjigje adekuate nuk morëm, na do të me vazhdu protestën. Prap nesër në qarkullim autobusat nuk mund me dalë jo me dëshirën tonë, po pa dëshirën tonë dhe me keqarë dhe keq qytetarëve, domthon pjo bje shumë keq dhe ju kërkoj falje prej këtuit për durimin, sepse nuk është faji jonë që na pilon për transport. Ku do të bëhet protesta? Protesta nesër vazhdojmë. Para kuvend komunal vazhdojmë tani, domethënë qysh kena vazhdu sot, autobusat nuk dalin në qarkullim. Derisa do të bëhet koordinimi, do dalim me autobuza apo jo me protestu mrena. Nëse dalim me autobuzat do të merren prej policisë. Në të dyshit, ku të gjojmë hapësirë me i parku, do t'i parkujmë këtu. Do të shkojmë t'i bëjmë gjitha procedurat me policinë e shtetit, edhe të mirë me vesh nëse na lejohet, nëse muj me marë, edhe me autobuzat do dalim. Unë prezentoj trafikun urban, ku janë edhe shoqata sindikale e kooperuzëve privat, janë pjesë e trafikut urban. Punëtorët e trafikut urban nuk kanë marrë paga 2 muaj. Punëtorët e trafikut urban e kanë një borxh pa shly për furnizim të naftës 1 milion, që ka kalu shifrën. I kanë edhe borxhe të tjera që gjithë borxhe edhe 2 rrogat punëtore 800.000 euro, arrin 1.900.000 euro borxh. Nuk ka kapacitet komuna prej atyre mjetëve që i ka marrën prej buxhetit të shtetit, domethënë që i kanë transferuar ministria ditën e premte, janë 3.2 milion që i kanë alokuar në pjesë tjera e ka bundamin, neve na taku 400.000 euro që s'mshel puna e për neve asnjë send. Kështu që në pamundësi të asoj, ne kemi takimet konsulentë, jemi shumë të rregullt me kryetarin e komunës. Po, për hir të qytetarëve kena bërë pamundërën, edhe trafiku urban i ka përjetu këto edhe para 10 viteve këto gjona të njëjta. Po përsëritën të na, po ana ka ne dikosha për shka ju e dini. Faleminderit shumë. Përgjigjen ndoshta të jetë që na jemi shoqatës, trafiku urban është i veçantë, shoqata e transportuesve privat, domthonë operatorëve, që 6 muaj ditë nuk ka marrë pagesa, domthonë 6 faktura janë pa paguar. Është në përfundim edhe shtata, domethënë, tash jem i 24-ti, domethënë edhe shtata edhe 6 ditë përfundon, domethënë që s'kena marrë pagesë. Po pse keni prit 6 muaj? Kena qenë konsultime për herë në takime, domethënë kam prit që pja alokojnë mjetet qeveria, që thot kryetari, edhe na kena besuar, dhe i sot ka ardhur kjo gjendje të shty. Dhe që tash na kanë prit edhe furnitorët, po tash e tutit domethënë ata nuk mundin na furnizu me naftë dhe nuk mund këtë arsye domethënë me çarkullue
asnjë autobus përderisa s'kryen obligimet dhe ne nuk ja u kryjm paralelisht obligimet furnitorëve tonë që i kemi.